një situatë me Bankën Botërore, e cila për mua nga ana e qeverisë po egzagerohet në dialogun me të, si me thënë, një dialog jo shumë i qartë pse po bëhet, sepse një dialog bëhet për sqaruar gjërat, jo për të hedhur poshtë. Banka Botërore e deklaroi që në fillim dhe vazhdon të përmbajë ide se ne nuk e hetojmë huamarrësin. Pra, që nga ai moment ti e huamarrësi, ato janë para të gjithë shqiptarëve që do i kthehen Bankës Botërore. Dhe ai deklaron qartë parimet mbi të cilat funksionon. Ai ka hetu veten e vet, ka funksionuar mirë apo nuk ka funksionuar mirë në këtë projekt. Dhe në të gjithë përpjekjet që po bën, domethënë disa ministra, se nuk është krejt qeveria, ka shumë amatorizëm, mungesë të profesionalizmit në shkëmbimin e pikpamjeve dhe të dialogut me institucion financiar. Nga ana tjetër, mua më shqetëson se nga informacionet që më vinë mua, nga njerëz që punojnë në Bankën Botërore, më thonë se ka një ngurrim tashmë në Washington për të vazhduar me të njëjtin intensitet dhënien e kredive apo të granteve të ndryshme që lidhen me zhvillimin e Shqipërisë. Ne do të kemi nevojë për Bankën Botërore, jo thjesht si një huamarrëse ose si një huadhanse, më fal, por edhe si një institucion financiar që bën analiza serioze të nevojshme për të shmangur gabimet e një administrate që ka, domethënë, sa ka kapacitete në qeverisjen e vendit. Ndryshe është problemi me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Qëndrojmë te Banka Botërore, a mendoni se ka konflikt interesi, gjithë këto reagime të qeverisë janë të nxitur nga kryeministri i cili kishte përgjegjës të njësisë, aty kishte caktuar dhëndrin e vet? Shiko, ai nuk është në caktimi i shefit të atij grupit që bën këtë projekt, nuk është një caktim i njëanshëm nga qeveria, ai është një caktim në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe Banka Botërore ka shpjeguar shumë qartë procedura, qoftë shefja e misionit Bankës Botërore këtu, qoftë gabimi ynë që zgjodhëm zotrin në fjalë. Në listat e atyre që quhen konflikt interesi, futen fëmijët. Pra, dhëndri nuk është fëmijë, është i drejt për drejt i kryeministrit, futet bashkëshorti dhe bashkëshortja, por nuk futen as vëllezër bile. Pra, në këtë kuptim, ky është një flasim për perceptim publik dhe politik, zoti Mustafa, por flasim për certifikatën e gjendjes civile. Ata këto kritere kanë pas. Edhe ajo thotë ndoshta, tha. Ndoshta ne nuk e vlerësuam sa duhet faktin që ishte dhëndri kryeministrit. Por prishja e shtëpive, mua më duket se çështja nuk po shihet në një kontekst shumë më ligjor se sa duhet. Prishja e një shtëpie nuk prishet se do apo s'do shefi i policisë ndërtimore, do apo s'do ministri i ndërtimit apo kryeministri. Ka rregulla ligjore për prishjen e shtëpie. Është një rast që duhet të marrë shumë parasysh, është një rast i një turku, të cilit ju prish shtëpia dhe ai e çoi në Strasburg, dhe është një precedent shumë interesant. Në gjykata e Strasburg dënoi qeverinë turke dhe sepse i tha ai si e ngriti brenda natës, ngriti shtëpinë pa leje, pse ti e lejove? Dhe detyroi qeverinë turke të pagunte 30.000 euro aq sa bënte shtëpia, diku andaj nga Anadolli, dhe 150.000 euro dëm moral. Pra, në këtë kuptim, unë mendoj se ka ndonjëherë nervozizëm, domethënë, që vjen edhe nga fakti se kryeministri nuk e përjeton me gjaktësi përmendjen e dhëndrit tij në këtë histori, por nga ana tjetër unë mendoj se disa ministra, ministri Oldashi edhe një ministër tjetër, flasin heqim kur dalin për të folur për projektin dhe atë çka ndodhi në Njal. Çfarë thanesh si Kjo është një pyetje që duhet t'ua bën, kjo është një pyetje që duhet t'ua bën atyre. Pra nuk shkon ato që thon ata. Ata nuk shkon arsyetimi që bëjnë ata pse u prishën ato. Ose vendosen në platformë të vërtet ligjore, pse u prishën në përputhje me këto standarde ligjore që ka zhvillimi në Shqipëri, dhe ku Banka Botërore është financuese e projektit, por nuk është përfituese. Pra ti je dhe ai ka qenë një projekt që është kredi, është hua që është marrë nga qeveria shqiptare. Pra, në këtë kuptim, në prishje atyre, nuk është dhe shpjegimi pse u prishën, apo shpjegimi u prishën drejt apo u prishën me vend apo u prishën pa vend, është një shpjegim i pavendosur në një kontekst ligjor të legjislacionit shqiptar,
të perspektiva zhvillimit shqiptar dhe që veprohet nga një qeveri me mandat sovran në këtë vend. Në këtë kuptim është Sogol Oldashi del si njëri që do të justifikohet, po nuk di si të justifikohet, si njëri që e ndjen për detyrë se duhet justifikohet, po edhe që të bëj sfida dhe ka një konfuzion në gjithë mënyrën se si e trajton këtë çështje përpara opinionit publik shqiptar, por edhe përpara opinionit publik ndërkombëtar. Mendoni se mos lexon ato çka i thot kryeministri? Shiko, unë jam gazetar i vjetër, Baba Ramo, dhe jam dhe i vjetër në politikë. Dhe unë nuk eci me hamendje. Kur dalë përpara shqiptarë, flas çka unë shoh dhe gjykoj. Ai del dhe flet pa letër. Tani nuk e di unë se i ka. E qartë. Ju si politikan i vjetër, si diplomat i vjetër, si ish ministri i jashtëm, a mendoni se shqiptarët duhet ndihen keq kur përfaqësohen në gjitha institucionet ndërkombëtare, nga një ministri i jashtëm i cili është pa imunitet dhe gjykohet për një aferë 230 milion euro? Unë mendoj se qenia me imunitet apo pa imunitet nuk ka të bëjë as pak me standardin e përfaqësimit të ministrit të jashtëm. Kjo është një çështje imazhi të vendit. Jo, nuk e cënon imazhin e vendit, as imazhin e ministrit, fakti që është me imunitet apo pa imunitet në mënyrë absolute. Ai nuk është i dënuar, nuk është njëri, domethënë i ndaj cilit drejtësia shqiptare ka marrë qoftë edhe një masë caktuar të mos dalë nga vendi apo ai është një proces gjyqësor i cili ecën paralelisht me ushtrimin e aktiviteteve të tij. Dhe mua nuk më nduk shumë të dobishme të përpjekjet që ka bërë qoftë opozita, qoftë edhe një pjesë e mediave që kanë bërë për ta destabilizuar ministrin e jashtëm duke i përmendur imunitetin. Imuniteti është, unë kam qenë kundër heqjes imunitetit të tij. Sepse për mua, thirrja si dëshmitar, kam qenë realisht kundër dhe kam votuar. Se vini dorë në zjarr se mund mos ketë abuzuar zoti. Jo, në procesin Basha deklaroi se është i gatshëm të shkojë në prokurori me zgjedhjen e prokurores së re. Vajti, aq sa i është thirrur mund të shkonte me imunitet. Pra nuk kishte asnjë pengesë qenia me imunitet që ai të bëj, që ai të ishte në dispozicion drejtësisë për aq sa i është kërkuar deri tani, aq sa kemi parë. Ndryshe do ishte nëse do linte nevoja që ministri i jashtëm merri masa ndalimi, masa të tjera të parashikuara nga. Interesante ishte. Ministri i jashtëm ndaloi të thonte, ndërzonte pasaportën. Po nuk është i vetmi rast, ke plot raste në politikë që ministra dhe njerëz me pushtet janë ndaluar, por unë nuk besoj se është rasti për zotin Basha. Por a mendoni se ka zgjedhur mbrojtjen e duhur që fshihet pas disa klauzolave procedurale ndërkohë kur akuzohet për korrupsion dhe ose mbrohet duke thënë që duke shkuar në gjykat që kjo është e vërteta ime, këto janë shifrat dhe unë nuk kam abuzuar, ndërkohë që mbrojtja e tij është jo më erdhi me vonesë thirrja, jo po postieri malate dera, jo po sekretari, jo. Mendoni se është mbrojtja e duhur? Nuk janë thelbësore këto. Nuk janë thelbësore. Unë e kam thënë në emisionin tuaj që po të kisha qenë unë do kisha shkuar që ditën e parë në prokurori. Pra secili ka stilin e vet të sjelljes. Ju çfarë mbrojtje do bëni? Unë do kisha shkuar në gjitha rastet dhe do kisha shkuar që para se të hiqej imuniteti, që ditën e parë që të më thriste prokuroria. Do kisha shkuar në prokurori dhe në gjitha rastet, përveç rasteve kur detyron, sepse ministri i jashtëm ai ka një agjendë vjetore, nuk ka një agjendë që e përcakton sot pas një jave apo pas 2 javësh. Në të gjitha rastet do kisha qenë krejtësisht në dispozicion edhe të anës formalet. Në fakt janë dhe 2 dosje të tjera të cilat pritet të shqyrtohen, është Gërdeci, 26 viktima, është dhe çështja Fazliç. Mendoni se këto 3 çështje përfshirë dhe rrugën Durrës-Kukës, korrupsioni prej 230 milion eurosh që pretendon prokuroria, a mendoni se do të ndikojnë në klimën elektorale? Në qoftë se gjykata provon se ka një korrupsion 230 milion euro, pra ne duhet të ecim me parimin e demokracisë që prezumimi pafajësisë. Ne deri sot ne nuk kemi provën nga gjykata se është e vërtet ajo që thuhet. Pra në qoftë se gjykata provon se ka 230 apo 30 apo 20 apo ku diun milion apo 1 euro korrupsion, sigurisht që kjo do jetë një faturë që ne do ta paguajmë elektoralisht. Por për sa kohë gjykata nuk ka dhënë një vendim, atëherë unë besoj te prezumimi i pafajësisë. Ndërkohë, pretenca është bërë publike, ju duket bindse? Unë nuk merrem me pretencë, do merrem me vendimin e gjykatës.
çështja e Gërdecit, mendoni se do të ndikojë? Mendoj se në çështjen e Gërdecit e kam menduar vazhdimisht dhe e kam thënë publikisht, politikisht qeveria e ka administruar me korrektesë maksimale, do të thënë pas aksident. Do të thotë Fatmir Mediudha ditën e tretë si ministri i mbrojtjes tha ditën e tretë dorëheqje, mori gjithë përgjegjësinë politike që i takonte ta merrte. Ju hoqi imuniteti, pra u morën ato masa që politika mund të merrte. Më tej të shohim çdo thoj drejtësia. Unë nuk vë dorën zjarr as për fajësi as për pafajësi, për sa kohë drejtësia nuk është shprehur. Po a mendoni se për të qenë transparent, struktura drejtuese të Partisë Demokratike nuk duhet t'i atakojnë, nuk duhet t'i friksojnë, t'i intimidojnë strukturat e drejtësisë? Se kjo mund të kthehet në bumerang? Në asnjëherë thanë nuk duhet që politika t'i intimidojë dhe t'i atakojë strukturat e drejtësisë. Në asnjëherë thanë, jo vetëm po tani që është çështja Gërdecit që thoni ju apo çështja Fazliç, po edhe sikur të mos ishin këto, nuk duhet. Ju keni konstatuar se po ndodh një gjë e tillë? Unë kam konstatuar ndonjëherë te kalim në retorike, por që nuk ka pas pasoja në funksionimin e drejtësisë. Nuk ka pas intimidim do të ishte nëse nuk do hiqej imuniteti, nëse i bëj kashillëk prokurorisë, nëse i bëj kashillëk gjykatës. Nuk në këtë rast nuk ka ndodhur. Këto janë, do të thënë rezultati është i rëndësishëm. Retorika shpeshherë nga gjithë, do të thënë edhe nga Edi Rama edhe nga Sali Berisha shpeshherë ka teprime retorike. Ka shumë vetë në Partinë Demokratike që bëjnë dhe deputet dhe madje edhe vetë kryetaria e parlamentit që bëjnë deklarata herë të drejtë për drejta dhe herë insinuojnë se akuzat për to 3 dosje janë bërë herë në zyrën e Bamir Topit dhe herë në zyrën e Edi Ramës. Ju si mendoni? Unë mendoj se nuk janë bërë në zyrën e Bamir Topit as te Edi Ramës, unë personalisht. Por unë nuk kam fakte. Ndoshta ata kanë fakte, ata fakte nuk kanë servir. Si shpjegoni faktin që po e sulmojnë presidentin e Republikës? Është në mënyrë të përsëritur po e them, është një gabim që po bëhet. Shqyr që gabimi nuk është kolektiv, pra nuk është se e sulmon Partia Demokratike, e sulmojnë individ të ndryshëm brenda grupit ton parlamentar, e sulmojnë figurat ndryshme të politikës së djathtë, përgjithsisht nuk janë parimore sulmet që i bëhen, siç edhe presidenti Topi jo gjithmonë ka treguar, domethënë, vetë përmbajtjen e duhur në ushtrimin e funksioneve të tij. Në cilat raste nuk ka treguar vetë përmbajtje? Po për mua për shembull nuk ka qenë justifikuar as pak dhënia e dekoratës Carlo Bolinos dhe atij Nikolesit. Përse? Sepse themeluesit e shtypit pluralist shqiptar. Nuk janë të vetmit themelues, para tyre është RD-ja si themelues e shtypit pluralist në Shqipëri, domethënë pas 90, përpara gazetë shqiptare, përpara kohë jonë, është gazeta Rilinja Demokratike. Dhe unë nuk kam mendimin se ju se deklarat, po ky është një mendim personal, dhe nuk kam mendimin se kjo është një vlerësim, dekorata tyre është e justifikuar. Aje ka vlerësu ashtu, unë them se ka patur një dosë provokimi brenda në qëndrimin ndaj Partisë Demokratike. Sa duke dekoruar këta të dy, ka provokuar Partinë Demokratike? Unë e kam lexuar si një jo për Partinë Demokratike si parti, por paktën Nikolesi ishte deputeti i majorancës. Po kjo nuk ndryshon asgjë në vlerësimin që kam unë në vlerësim lidhur me dekoratën që ai ka marrë. Dhe gazeta Koha Jon për një kohë shumë caktuar, për shumë gjatë. Të qëndrojmë tek presidenti, zoti Berisha është shprehur se çmontoi një minorancë bllokuese që zoti Topi po përpiqej të krijonte brenda shumicës qeverisë. Ju duket e drejtë kjo deklaratë? Unë nuk kam fakte që ka bërë tentativën më të vogël ndonjëherë zoti Topi për të krijuar minoranca bllokuese. Unë dhe as miqtë e mi që mund të jenë edhe miq, flas për miq deputet, me të cilët unë rri, dhe që mund të jenë më shumë afër zoti Topi, nuk kam marrë asnjëherë, pra as drejt për drejt dhe as tërthores dhe as miqtë e mi nuk më kanë pohuar ndonjëherë se kanë marrë nga zoti Topi në një sugjerim për të mbajtur qëndrime bllokuese në një rast apo në një rast tjetër. Unë për këtë ju siguroj me ndeshmëri më të madhe. Keni pasur shpjegime nga kryetaria e parlamentit, nga kryetari i Partisë Demokratike për shkarkimin e zotit Birbera nga funksionet
Nuk kemi patur. Unë kam Keni hyrë në grupin parlamentar? Unë nuk kemi patur, në atë kohë kur ishte për të thënë, nuk u bërë fare mbledhjet e grupit parlamentar, unë jam detyruar të shprehem në media, të shpreh opinionin tim lidhur me këtë veprim të zonjës Topalli dhe me këtë heshtje pastaj të zotit Berisha rreth këtij rasti, i cili nuk i bënte nder në radh parë atyre që e shkarkuan. Nuk është se humbi ndonjë gjë të madhe zoti Bibera nga kjo lëvizje. Gjërat mund bëshin, mund të lëvizte, si ishte i pazëvendësueshëm, e tregojnë fakti që s'është i pazëvendësueshëm, por gjërat duheshin bërë sipas standardeve, të cilat shpeshherë zonja Topalli nuk i kupton se duhen zbatuar. I bënte një letër të hapur, keni marrë përgjigje të paktën? Jo, s'kam bërë letër, kam bërë artikull. Po, artikull do, po që i komunikonit me ti, me zonjën Topalli. Me ti flasun se është më e vogël se unë, më e re se unë, më e vonshme se unë Partinë Demokratike. Po që një komunikimi drejt për drejt, patët një reagim nga jo? Jo, nuk kam pas një reagim, po nuk prisja ndonjë reagim, domethënë. Nuk prisja unë artikuj që bëj shprehjet e mia publike, nuk i bëj për të pas reagime personale. Unë i bëj për shpreh qëndrimet e mia parimore rreth fenomeneve që mund na bëhen ne pengesë dhe për qenë i dobishëm. Domethënë, unë shpresoj se i kam qenë i dobishëm zonjës Topalli për ta kuptuar se si drejtohet dhe se si lexohet politika, se si veprohet politikisht. Do të vazhdoj të jap këshilla, domethënë. E keni marrë vesh se zgjedhjet në strukturat e Partisë Demokratike janë pezulluar para zgjedhjeve të përgjithshme? Nuk e kam marrë vesh të gjë, kam lexuar nëpër gazeta, por nuk kam asnjë konfirmim zyrtar nga asnjë prej drejtuesve, sepse nuk është mbledhur kryesia e partisë. Dhe një vendim tillë duhet ta marr me statut vetëm kryesia e partisë. Kryesia e partisë nuk është mbledhur. Ju ndërkohë vazhdoni të bëni fushat? Unë vazhdoj të mbaj lidhjet, të forcoj lidhjet me demokratët e Tiranës me shpresën se fushata se zgjedhjet do bëhen, një ditë do bëhen, ato para apo mbrapa. Vetëm si ai ushtari japonez që vazhdonte të ruante linjën e llogores aty megjithëse lufta kishte 10 vjet që kishte mbaruar. Jo, domethënë ai kishte nga mungesa e informacionit. Unë informacionet i marr, nuk është se mungon komunikimi, nuk është prodhuar komunikim. Se ai ishte se nuk dikte që kishte ndodhur në Tokyo, kurse te ai filmi e keni fjalën. Po. Kurse unë nuk është prodhuar komunikim, nuk është se nuk e dini se çka ndodhur në serinë e Partisë Demokratike. Jo, unë e di çka ka ndodhur, di që nuk ka ndodhur asgjë. Flamuri vetëm është aty. Vetëm flamuri. Në flamurin ju komunikoni? Në flamurin sa herë që e shoh dhe takoj me dashuri të madhe. Çelsat e Selis nuk e verifikoj çka në përgjithësi. Jo, çelsat e Selis i hap Selin kur ju shkoni aty apo? Nuk e kam gjetur asnjëherë mbyllur Selin kur kam shkuar aty, kështu që s'ka lind nevoja për flamurit, për çelsat e flamurit. Okej. Por ndërkohë, domethënë ka disa gjëra që unë edhe i kam thënë publikisht dhe që përsëri i ngresi shqetësime, domethënë përftoj edhe nga kjo bisedë që kemi bashkë sot. Së pari, fushata nuk është transparente. Çka do të thotë se duhej caktu kalendari. Minimumi i transparencës do të ishte kalendari. Fazë e parë, fazë e dytë, fazë e tretë. Në mënyrë të pashmangshme fushata në Tiranë, flas vetëm për Tiranë, duhet kishte 3 faza, sepse janë zgjedhjet nëpër seksione, zgjedhjet në nëndeg ose grup seksione si do quhen tani, dhe faza e tretë, zgjedhja e kryetarit dhe kryesisë së Tiranës. Së dyti nuk janë përcaktuar kriteret. Kush do votojë për kryetarin e Tiranës? U tha një herë një antar një vot, nuk u respektua. U tha me konvent, ra përsëri. Është thënë me delegat, ne nuk dim sa delegat. Dhe kush do të jenë këta delegat? Delegat nuk emërohen, duhet zgjidhen nga strukturat e bazës delegat. Unë nuk e di si një njeriu më interesuar që mund të jetë sonte, unë nuk e di se kush do të jenë delegatët që do votojnë për kandidaturën time. Së treti, ne nuk kemi, nuk e di as sa delegat, as kush delegat. Dhe së fundi, unë nuk kam parë të mlidhet kryesia dhe të shqyrtoj kryesia qendrore e partisë, të shqyrtoj në përgjithësi dhe këtu e te kalon problemin tim, pra do të shqyrtopimin tim, nuk është mbledhur kryesia as edhe një herë të shqyrtoj kandidaturat e kryetarëve të rrethave, që janë zgjedhur tashmë. Statuti e bën detyrueshme që të vinë në kryesinë qendrore të gjitha kandidaturat, propozimet, dhe kryesia ka tagrin e mjaftueshëm që të zgjedh 2, 3 apo 4, po të si ta gjykojnë, po përmes shqyrtimit të personalitetit të kandidatëve. Kjo gjë është bënë një rreth shumë të ngushtë, njerëzisht, të cilët në mënyrë
institucionale nuk e përfaqësojnë gjithë Partinë Demokratike, nuk përfaqësojnë. Kjo mbart rrezikun e zbritjes poshtë pastaj të frymëve klanore, të klientelizmit, do shkakton përçarje në Fier, në zonën Koburrët, mbështetësit e një kandidat me mbështetësin e një kandidati tjetër, dhe ishte Sokollovdashi i deleguar. E di ç'do të thotë kjo 3 muaj përpara zgjedhjeve të nxjerrin Koburrët militantët kundër njëri tjetrit. Gjë s'ka ndodhur kurrë në Partinë Demokratike. Në Peshkopi iku një kandidat bashkë me gjithë mbështetësit e tij dhe u bë, domethënë me gati gjysmën, pra pak më shumë se gjysmën e delegatëve u bë konferenca. Po të ikë një masë e tillë demokratësh nga konferenca e rrethit, që është në momenti më i rëndësishëm në nivel lokal për partinë, para zgjedhjeve, këto janë shenja shumë që duhen marrë seriozisht. A jeni konsultuar me zotin Berisha gjatë këtyre periudhës që po garoni për kreun e PD-s së Tiranës? Unë mendoj se me zotin Berisha kemi një komunikim institucional shumë korrekt. Përmes ekraneve televizionit dhe faqeve të gazetave? Edhe në mbledhjet ku jemi të gjithë. Nuk kam një komunikim të privilegjuar me zotin Berisha as me asnjë nga njerëzit. E keni pëlqimin e tij për të kandiduar, sepse deri tani përvoja ka treguar që kryetarët e të gjitha degëve, sekretarët janë caktuar nga Pa para më, unë kam hyrë në garë me një kthjellësi statutore. Dhe unë besoj se kam zgjedhur rrugën më të mirë. E kam thënë në fillim të shpalljes kandidaturës time se në themel të partisë qëndron statuti dhe jo kryetari. Pra unë jam konsultuar me statutin dhe unë kam mbështetjen e statutit. Unë nuk e quaj të domosdoshme. Unë nuk jam në këtë fushat kundër Sali Berisë, sepse unë nuk konkurroj për kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Unë konkurroj për kryetar i Partisë Demokratike për Tiranën. Pra në këtë kuptim të gjitha demarshet e tjera janë, i mendojnë, jo parimore. Jo se nuk i bëjnë, ka që i bëjnë. Plot kandidat, domethënë, shkojnë gjejnë mënyrën që të servilosen apo të përkulen përpara kryetarit të partisë. Unë nuk jam përkul as më përpara për funksionin që kam marrë në parti dhe as tani, në kuptimin nuk e kam qujtë të nevojshme që kjo të jetë një produkt të shkëmbimesh personale midis meje dhe kryetarit. Unë e kam votuar kryetarin e partisë sa herë që ai ka qenë, kam votuar Berishën që nga themelimi i Partisë Demokratike e deri tani për kryetar partie. Unë pretendoj nga ai dhe unë besoj se kështu do të ndodhë, pretendoj se ai do mbaj ekuidistancë. Do mbaj distancë barabartë nga gjithë kandidatët. Unë jam i bindur se nuk ka asnjë rëndësi për Berishën kush del kryetari i Tiranës. Për Berishën ka rëndësi që PD-ja e Tiranës të ketë transparencë në zgjedhjen e kryetarit të saj dhe të kryesisë dhe të kompaktohet dhe të ketë një figurë që të tërheqë zgjedhës përtej antarësisë së Partisë Demokratike, të mobilizojë antarësinë e Partisë Demokratike në Tiranë, por edhe të jetë një figurë që të fitojë, domethënë, vota më shumë se sa partia, në kuptimin të ketë një mbështetje publike më të madhe se sa antarësia e partisë. Në të gjitha votimet ku kam dalë në Tiranë, që nga 91-shi, që jam zgjedhur deputet për herë të parë në Tiranë, edhe në 2000 kur kam kandiduar për kryetari i Bashkisë së Tiranës, edhe në 2005 po të marrim zgjedhjet e fundit, në të gjitha rastet unë kam marrë 5% e lartë më shumë se partia. Do të thotë që unë garoj me besimin se do t'i sjell Partisë Demokratike të Tiranës një simpati edhe më të madhe nga çështë mobilizimi i antarëve të saj. Okej, po flisni për një parti që megjithëse nuk ka mbushur ende 20 vite jetë politike, ka një histori shumë të pasur me përjashtime. Shiko, ka përjashtime, ka ikje. Mendoni se mund të jeni ju një nga... Unë nuk besoj se do jem njëri që do përjashtohet dhe askush nuk mund të përjashtohet. Nga lista e kandidatëve për deputet? Nuk besoj se mund ndodhë një gjë tillë. Ose mund të jeni diku nga fundi? Njëkohësisht nuk mund të jem nga fundi, sepse unë nuk mund të jem figurant. Nuk pranoj unë role figurantesh. Është shumë vonë tani që unë pranoj role figurantesh në Partinë Demokratike. Unë ose jam aty ku mund t'i bëj nder Partisë Demokratike, siç ajo më ka bërë nder deri tani, gjithë karriera ime është e lidhur me Partinë Demokratike. Pa Partinë Demokratike unë jashtë sigurt që s'do isha bërë kurrë as ambasador, as deputet dhe as ministër. Pra në këtë kuptim unë dua që këtë eksperiencë që kam ta vë në funksion të Partisë Demokratike, në atë vend që unë mendoj se më takon. Partia është Gjithsesi, po këto qëndrimet tuaja që prej 2 vjetësh që mbani kritike ndaj qeverisë dhe zotit Berisha, a mendoni se mund të gjendeni një rrethant të tillë kur t'jeni i parafundit ose diku nga fundi ose mos jeni fare në... Nuk mund të ndodhë ajo, që unë t'jem as i fundit, as i parafundit dhe as i mesit.
në listën e Partisë Demokratike të Tiranës. Nuk mund të ndodhë kjo gjë. Sepse unë e di ku e kam vendin në shkallën e Partisë Demokratike, do të jem atje ku e kam vendin. Por listën nuk e bëni ju, e bën zoti Berisha. Lista do të bëhet në kryesi, do miratohet në Këshill Kombëtar, edhe në kryesinë e Tiranës. Sigurisht. Mund të gjendeni në minorancë. Po gjën minoranca pjesë e demokracisë është. Atë nuk do jem kërkun në listën, ose do jem atje ku më takon. Kjo është e sigurt. Nëse nuk do jeni, do të rriqeni qetë. Nëse si do të rriqem? Do shkoni, merreni me shkrime, me letërsi. Është e sigurt që unë nuk jam nga ata që për inat të vjerës shkoj e flemu Mullixhi, unë e kam thënë edhe herë tjetër. Pra, unë nuk do bëj asgjë që i bën dëm fushatës Partisë Demokratike për të fituar këto zgjedhje. Duhet të fitojë Partia Demokratike, është në të mirën e Shqipërisë, edhe në mirën e demokratëve, në mënyrë të posaçme, por të Shqipërisë. Mua më shqetëson shumë mënyra se si po e shfaq veten. Më shqetëson si qytetar, si shqiptar dhe si njeri politik. Mënyra si po e shfaq veten Edi Rama, të them drejtën, si duçe. Nëse kemi parë kurrë Edi Ramën të dalë në përrejtë të dim me këtë qeverisë ky njeri. As del me njeri, as në konferencët e shtypit, kur nuk guxon më njeri. Ja ju jeni gazetar, sa herë keni bërë do të pyetje Edi Ramën në konferencët e shtypit? Askush. Pasur këtu, po këtu është tjetër gjë. Kur del përpara gazetarëve në konferencë shtypi, ai nuk përgjigj asnjë pyetje. Por mua kjo është shqetësuese për një njerëz që eventualisht do të mund të kthehemi tek kandidimi juaj zoti Mustafaj. Mendoni se në rrethanat e një miqësie të prishur me zotin Berisha, përvoja deri tani ka treguar se ka një hakmarrje pas miqësie të prishur. Unë nuk besoj se zoti Berisha ka ndjenjë hakmarrje ndaj meje, nuk ka arsye të ketë ndjenjë hakmarrje ndaj meje, nuk kam vënë re shenjë hakmarrje ndaj meje, që të jem i sinqert me ju, dhe njëkohësisht unë i kam ndërtuar marrëdhëniet parimore tani. Unë i kam pas marrëdhëniet me Berishën të mbështetura mbi dy kolona. Kolonë miqësie, por kolonë parimore, kolonë që se partia në konceptin tim nuk është të grup shokësh. Është njerëz që bashkohen rreth një programi, rreth një ideje, dhe prandaj quhet organizatë politike. Pra unë kam respektuar leadershipin, e kam respektuar Berishën si lider, ashtu siç edhe jam përpjek që të mos i përziej miqësinë me ushtrimin e funksioneve të mia politike. Dhe vazhdoj të kem atë që kam ka bashkuar në politikë me Berishën, që është Partia Demokratike, vazhdojmë ta kemi të përbashkët dhe ta kemi bashkëpunimin shumë korrekt. Okej. Zoti Mustafaj, ju falenderoj që ishite 5 pyetje. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Nderuar shikues, ndonjë intervistë me ish-ministrin e jashtëm, deputetin e Partisë Demokratike, zotin Besnik Mustafaj. Nga unë Ilir Babarama, natën e mirë të gjithëve.